Gjendë në programit aty ku e kishim lënë miq të dashur në linjë telefonike është Mihal Kogdhima, një njeri i bëri famshëm për një incident identik si ai i kryes në këtë fundjavë me turist spanjoll. E megjithatë, policia asokoi në vend që të arrestonte turistët të cilët ikën pa paguar. Jo vetëm arrestoi Kogdhimën, por me sa di ka vijuar një përndjekje ekzemplare spektakolare në kuptimin e keq të fjalës. Kogdhima, nuk e di nëse jam i saktë, çfarë ndodhi pas atij incidenti me turist kur u shokua opinioni publik? Po, Flavio, mua më futën në burg që në unë shkova në spital, më morën zvar. Ata bën tentativ vrasje. Nuk bën asgjë më pak as më shumë, bën tentativ vrasje. Se ashtu nuk merret as një qenë zarve, një qenë të marrë zvar, dënohesh me burg. Jo të marrësh një njeri zvar. Edhe ai spanjolli, ai ishte bashkëpunëtor në krim, se në vend të thoshte që mbajet i thoshte atij shoferit, se ke njeri para. Po i thoshte, se ti thoshte, këto janë në video. Po, e vërtet, një video që ka trondit opinionin publik, duhet thënë. Po, e ka trondit, po u shkova në spital dhe mbas 6 orësh u përmenda. Shkova në policinë e Sarandës për të bërë një denancim. Unë nuk e dija që kishte dalë video. Dhe aty nuk më pranoi njeri denancimin dhe pas një ore më thanë mua je arrestuar. Po për çfarë akuze u arrestova atëherë? Për kanosje dhe për shkatrim prone, që peva xhamin e makinës. E kuptoj. Po, ndërkohë mbaj mend që u pasua edhe me një reagim të çuditshëm, fadromat ju vunë biznesit tënd asë kohë. Sigurisht. Po fadromat pse? Po, që u pëlqente, duhet u vu gjithë shteti, si pastaj gjithë shteti kriminal, terrorist, u vu në shërbim të Edi Ramës, dhe dha urdhër Edi Rama për mua, që në atë moment ka dhënë urdhër Edi Rama, unë e kam të shkruar në të status që ka dhënë ai. Veç kryeministër nuk mund t'i thuash. Një shtet terrorist, unë e kisha për legalizim. Edhe e hoqin nga legalizimi për një ditë dhe të nesme në shkatruan. Pa lajmëruar fare. U isha në burg. Edhe në shkatruan biles dhe mallin tim që kisha atje e vidrin ata që isha. Bën 15 ditë ati, se unë e shikoja nga televizionet. Nga burgu e shikoja që ishi 15 ditë që s'ka bërë vaki. Vidrin mallin tim, vidrin mallin. Imajon se çfarë terrorista u treguan. Një nga këto, është e vërtet ajo, tash nuk e di është legjendë urbane, po është e vërtet që një nga këto patronazhiste të fuste peshqit e gjallë në për xhepa? Marrë vesh, unë isha në burgo, zëbra... E kuptoj, ka qenë shumë e bukur kjo kur qarkulloj atëherë, edhe nëse nuk ishte e vërtet, ishte e krijuar bukur, edhe peshqit i tundeshin peshqit e gjallë në për xhaketa. Këta çdo gjë mund të bëjnë, ata futën dënuan me burgë dhe ish gruan time për kupon tatimor, se një vit para më mbyllën lokalin për kupon tatimor. Ta kishin vënë syrin, do më thënë, edhe pse nga mbiemrin nuk duke sikur duhet kishe probleme me rilindjen. Po që me rilindjen kisha atë barbarin, atë plerën, pa gova kusurën atia plerën, spin. Ati të ndyrit, që sot janë bashkë, kanë e pin bashkë ata terroristat bashkë. Edhe në vëndi binde atia, sira do të atia dhe mëra mua. E kuptoj. Pra, në periudhën që pati konflikt Rama Kogdhima i pagua t'ju çmimin. Edhe i pagova unë. Se ai si ka zënë asnjëherë emrin në gojë atia. Sa ka zënë emrin kur në gojë, sepse se kanë bërë punë të pisa bashkë, se po punë të ndershme s'kanë bërë kur. E kuptoj. Sigurisht. E para e dyta. Se duhet të më shkatronin mua ata pas 13 vjetësh lokalin, ata e dini që ishte lokali, shteti ekzistonte. Sigurisht. Lindi shteti në 2019. Shteti ekzistonte, ata vinin anin e pinin atje. Apo ju pëlqente kur vinin anin e pinin. Atëre edhe shkatruan dhe
mua më dënuan një vit gjyqtarja, të gjithë prokurorët e gjyqtarë thoshin që do kalon vettingun me Mihali, thoshin. Edhe asnjë nuk e kaloi vettingun. Po mirë. Do më thoni bie që kanë dhënë vendimet pa drejta nëse janë gjykuar nga vettingu. Sigurisht. Dhe pse kanë vënë këtë shkatrim pronave dhe kanosjet të drejtën, erdhi në burg prokurori dhe oficeri policisë gjyqësore dhe avukati, dhe më tha mua prano diçka, më tha mua që të unë në burg realisht e vuajta shumë burgun ti, u mërzita jashtë mase. Edhe më thanë do të nxjerrin, mbas 2 muaj burg. Dhe unë thash, vetëm shkruani që të doni, vetëm të dalë. Okej. Vetëm të dalë, shkruani që të doni, vetëm të dalë, se isha të bërkeq. Po. Nuk mund të rria unë në aty, se si isha unë për aty. Edhe, unë nuk e mora dhe qa shkruajtë në aty, okej, dhe ata më akuzuat për shkatrim pronave për kanosje. Dhe gjyqtarja, prokurori kërkoi 6 muaj burg, kurse gjyqtarja kërkoi 18 muaj. 3 herë më shumë nga shkërkoi prokurori, që s'ka bërë vaki kur. Nuk ka bërë vaki kur. Edhe unë bëra një vit sa vjo burg, më shkatruan dhe gjithçka, për kupon tatimor, pasaj dënuan dhe gruan, pas një viti. Në 2018 më blokuan lokali për kupon tatimor në muaj gusht, gjithë gushtin, si pas një gjithë. Një muaj më mbi në lokalin, edhe gjobë. Kështu ishte ligji. Po. Kur dënuan mua, dënuan dhe gruan. Një muaj gjithë. Një përndjekje klasike. Po për zotin, për shëndimit, imaginu se qarë terrorista janë këta. Sot si është jeta juaj, Kokdhima? Edhe gjoba, jeta ime nuk është fort mirë. Ta nuk më lënë të bëja asnjë gjë në vendin tim dhe në jetën time. Unë në qas nuk i kam rënë as kujt. Edhe një? Në qas nuk i kam rënë as kujt. Nuk e dëgjoj unë, po di që është telefonata e në linjë, po? Në qas nuk i kam rënë as kujt, vlla. E kuptoj. Si unë dihet kur pat lajmin dhe veprimin e policisë me këtë rastin e turistëve turq në Krujë? Po realisht ata zbatuan ligjin. Mund të marrë një njeri zarë, vlla, pastaj njeriu ka drejt, nuk ka rëndësi, ti nuk ke drejt ta marrësh zarë. Absolutisht. Ata bën detyrën policia, arrestoi agresorët. Është tentativ vrasje, vlla. Ti mund të basa ai si çmendur, vlla. Pasi çdo ti nga para mallit, ti do ta vrasësh. I bie që ti marrin gjithë kalimtarët e vizët e bardha zvarr me këtë arsyetim. Po kjo është çmenduri. Urdhësh pas shpuran zoti, stai zot nuk është zoti se mas emri bilet më vjen tufi dhe emri i goj. Barbari që goditi miq spanjoll, domethënë e taksoi ky kush ishte barbari. Më kupton? Absolutisht. Barbari që goditi mi spanjoll, shkeli mbi kodin e shtetit të mikpritjes shqiptare, ka kod ki, të mikpritjes. Që ky nuk ishte që vajti u qoj fadromat spanjoll, atyre turistëve në ekoteli atia të 24 në Durrës. Po, e vërtet. Bravo. Sa i do ki turistët, e kupton, e para. E gjitha, pasaj, mikpritja është fuqia e pa konkurueshme e turizmit, është portë me rigon janë. Okej. Kokdhima, a keni shpresë për vendosje drejtësie? Po ku ka drejtësi këtu, o ti? O Flavio, ku ka drejtësi këtu? Këte janë, po këtu nuk do të gjë. Me këto postësira, do të thonë diçka. E fundit. Dhe do të thonë, jo, pasaj thot, dësa barbari thot, uroj të mos i shpëtoj do të duarve drejtësisë. Çfarë është kjo? Udhëzimi qartë. Urdhër që merri edhe mos e zirri më. Urdhër. Sigurisht. Kishtë urdhërje. Ashtu. A keni një mesazh sot për Edi Ramën? Edi Rama duhet të shduket një orë përpara nga ky vot se i ka bërë gropën, jo në Evropë që se qonë kipo në gropë, do ta qoj kipë të vënd, si kesha ka quar. Që voli gjithë pronat e shqiptarve, dhe kujdo që t'i japësh një pronë, t'ja falësh dhe të bëj vila, pa paguar taksa, pa paguar asnjë gjë,
gjithë kush bëhet miliarder. Më i mbaruar, ne kishim të djerin Pipo Vimusi në fshat që ishte, të çdo fshat ka në një Pipo. Edhe jepi të gjithë tokën e qeparojt, falja, taksa mos paguaj, e të thot bër vila se tjede i shetë në emër të Pipos. A bëhet miliarder Pipoa? Sigurisht. Po shështisht, edhe, po unë mendoj se taksa i ndaj bashkë, se s'ka mundësi. I ndaj bashkë, e treta, e dyta. Ato parat ati Begetit, 150 milion euro, sa do marë mutin ai Begeti, po ai mori parat, mutin kush e mori. Faleminderit shumë me hal. E treta, një minut. Po të lutem se jam në fund kohës. Qeveria, një minut. Qeveria, ai zoti, jo zoti më fal, ka dhënë parat, do i kërkoni hesab. Ai dhe lekët për generator thuaj. Po. Ke bërë generator apo s'ke bërë thuaj. Ke dhënë parat thuaj më vëllat, kërkoj llogari. Ai dhe lekët për generatorin thuaj. Do vitë ma tregosh ku ke kush generatori. E keni gjuar një herë të thotë Allah që u dhash lekë për generator. Po ku është generatori? Po mirë, po bëhet. Po ku është po lekë po bëhet? I ke dhënë lekët. Ku është? Atë ma trego ku është. Do me thënë që parat i ka vjedhur ky. Edhe të Begeti i ka ndarë bashkë me këtë. S'ka mundësi të vetë ki ndershëm. Që do të kërkote e sapë, po të që ndershëm. Do të kërkote e sapë.